Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fardrejmë lavdet dhe bekimet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E ndërruara familja Dashi, i dashur Allah Fatmir, familja me ngusht e Agjisamiut, familja me e gjanë të gjithë miqtë të Shamirit, plus Allahun e madhëshëm që Agjisamiut Allahu ka mëshirat në mëshirën e tij të madhe, t'ia falë gabimet eventuale dhe atë kohë dhe qëjmë e bëfti bashkë që gjëmitit. Të dashur vëllezër, ne si hoxhallar, edhe si besimtar, çdo ditë ballafaqohemi me vdekjen, duke i përcjellë për në ahiret të dashurit ton, familjarët ton, miqtë ton, kojshit ton, kolegët ton e kështu me radhë. Edhe në këtë rast na duhet t'i marrim dy mesazhe. E para, që vdekja është hak, edhe vdekjes as kush nuk i ik. As hoxha me gjyme dhe shall, se as xhamati rrëndot. E as ai që ka pyturi, e as ai që është ignorant. As ai që ka pushtet, e as ai që është i rrëndot. E as ai që ka pasuri, e as ai që është i varfër. Të gjithë na dëshirojmë vdekjen. Do ballafaqohemi me këtë moment që për diket duhet i amër, e për diket duhet i edhit. I amër duhet për atë i cili ka shku të Zoti sa ka qenë në gjallë. E edhit duhet për atë i cili ka ikë prej Zotit sa ka qenë në gjallë. Kullu nefsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Çdo shpirt ka për ta shiju momentin e largimit nga trupi i njeriut, që quhet vdekje, dhe te Allahu vetë kthimi. E ky moment të vllazër është moment të reflektimi se ai i cili shkon te Allahu, duke qenë Allahu i kënaqur me të, ai veç se ka me shiju shpëtimin, momentin kur del nga kjo botë. E ai i cili shkon te Allahu, duke qenë Allahu i ruar me të, ai veç e shef se ajo që i vjen mas është edhe maran edhe më keq. Kjo është mesazhi i parë. Mesazhi i dytë të vllazër është që na solidarizohemi me njëri tjetrin të gjitha momentet e jetës së njerëzve. Sidomos kur kanë ata mërzi, pikëllim, varfëni, vështirësi, që zemrat tona të mbeten gjalla me emocione pozitive. Dhe të brengosemi për njëri tjetrin, jo vetëm në mënyrë manifestive, kur na shohin gjithë, por të kemi gale njëri tjetrin edhe kur nuk na shef askush, e të brengosemi, e të mërzitemi për njëri tjetrin të gjitha situatat e jetës që i ka. Edhe kështu na e fikrejmë mëshirën dhe bekimin e Allahut, ndihmën dhe bërkajen e tij. Agjisamiu e kemi pasë rastin të rinë, shpesher e bashkë me të për shkak se jepja dhe miqësi me ta, ka qenë një burr i këndshëm në muhabetin e tij. Një burr i cili vjen në atmosferë pozitive, kushërente me të. Përveç asaj që ka qenë besimtar i devotshëm, i cili i ka kryer obligimet nga Allahu xhelal, dhe kjo është shpresa më e madhe për Fatmirin, për Enziun, për vajzat e tia, për nipër dhe besat e tia, se ka shku të Allahu ke qenë Allah i kënaqur, inshallah ta në se fundi gjithë na kena me vdek, pasurin s'kena me marrë me vete, ama imanin ton, namazin ton, agjërimin ton, zexhatin ton, haxhin ton, edhe punë të tjera të mira që kena bo, ata me imanin me vete, dhe atyre të gëzohemi atit kur kretë në bëna praktisë, veç veprat e mira me ne ka me në shëshu. Plus Allah në madhëshëm dhe tjera,